Ndryshimet e bëra në kabinetin qeveritar për kryeministrin Edi Rama nuk ishin një surprizë. Në podcastin e tij flasim, teksa për herë të parë sqaroi se pse erdhën këto ndryshime. Rama u shpreh se nëse rrethana do të ishin ndryshe, zëvendës kryeministri Aballuku nuk do të ishte shkarkuar. Nëse rrethanat do të kishin qenë të ndryshme, nuk do të kishte ndryshuar për rezultatet e jashtëzakonshme në punë zëvendës kryeministria dhe ministria e infrastrukturës dhe energjisë, që aktualisht në bazë të mbledhjes zgjeruar të grupit dhe të planit të ri të kompozimit të qeverisë është ish zëvendës kryeministria dhe ministria e infrastrukturës dhe energjisë. Sa i përket çështjes së imunitetit të Ballukut, Rama dhe njëherë sqaroi se do të pres më parë raportin dhe më pas do të ketë një qëndrim zyrtar. Por gjithsesi për këtë temë fola pak në mbledhjen e grupit dhe rezervova dhe më mbetet e rezervuar e drejta që të flas në mënyrë më shtërruese pasi të kem lexuar edhe raportin e Këshillit të Mandateve. Shefi ekzekutivit komentoi dhe aksin e shembur Librasht Prenjas. Me ironi, ai u shpreh se rrëshqitja e dherave që sollën në dëmtim të rrugës nuk ka asnjë lidhje me korrupsionin. Po kaq e vërtet është kjo sa që është e vërtet lidhja e korrupsionit me atë rrëshqitje. Zero. Aty ka një gjeologji të vështirë dhe rrëshqitja ka afektuar jo aksin e ri, asgjë që lidhet me kantierin dhe me të gjitha punimet që janë bërë në kantierin përgjatë segmentit rrugës Elbasan-Qafthan, por rrugën e vjetër. Në 26 shkurt, Rama bëri 7 ndryshime në qeveri, duke përfshirë emra të rinj në kabinet, duke larguar Elisa Spiropalin dhe Piro Vëngun.